tash një do doja që t'ishte kështu, që nuk është se është në kapacitetin e vet të plot për ta mundur Shqipërinë. Një sekundë se ka një aksion. Gol! Bravo, kush e bëri? Bravo, gol. Gjë edhe regjin që vërtet. Kush e bëri? Hoxha. Po pra, ja pra, kjo pra Hoxha, 1-0. Jo, e bukur. Ajo që tha. Super. Dëgjoj, më lidh me Matildën, me Dianën, kushdo që të mundet që të dëgjojnë pak festën nga tifozëria jonë. Se pastaj e komentojmë bashkë. Edhe me Algerë regjia. Sepse të qush Hoxhën ekspert dhe Vuçi ai ka 30 minuta lojë në këmbë. Ai e ka futur sot në ndeshje. Pra ka disa kohë që nuk luan. Dhe ka qenë lojtar i cili në Europian nuk ishte të kryesor, por që bëri le të themi dallimin. Ai kuptoj. Kështu që ja ku qita. Mirë, super gol, si duket. Jo dëgjoj, ma komenton pa golin. Para se të lidhem me Matildën ose Ledianën. Çfarë goli ishte? Rezultati të jepësh drejt. 2 sekonda do të lë para se të lidhem se dua të shoh çka atmosferën do. Jam shumë emocionuar. Themi pse i emocionuar. Ndjese, pse i emocionuar? Shënohet goli. Pse? Sepse po ta shohim taktikisht, skuadra polake luan me 3 mbrojtësa mbrapa. Po? Sistemi tyne është 3-4-2-1. Dhe qëllimi, mendoj që e kanë stërvitur apo e kanë të thënë nga trajneri, që topat vertikal janë shumë decisiv në sistemin me 3 mbrojtësa. Dhe normalisht funksionoi, sepse në këto sisteme gjithmonë goditet linjat e brendshme të një gjuajtje, një finalizim. Dhe gjithë qëllimi i sistemit mbrojtës është që skuadra të shkojë sa më shpejt përpara nëpërmjet topave vertikal.